shumë pas zgjedhjeve? Unë besoj se diku të 6-7 muaj jep, si thua, se dinastisë Berisha për të qenë në kryet PD-s. Do bëhet kjo analiza zgjedhore, pas si tregojnë që ka qenë fars, dhe minimalisht kjo është për efekt që Berisha të largohet pa turp. Jo se Berisha s'duhet të largohet, përsa për kohë përcakton statusi, por ka fije brapa Partisë Demokratike, po pra pjesë e dinastisë Berisha, të cilët po bëjnë një lloj, si thuash, rifreskimit të personazheve që mund të jenë brenda PD-s. Duke parë se lista apo enturazhi i vjetër i zotit Berisha nuk funksionon më, nuk ecën më, nuk përtypet më, jo vetëm nga elektorati pas, nga opinioni publik, njerëzit janë mërzitur me këta njerëz, si thuash, kaq vite, jo vetëm pushet, po kaq vite në opozit, duke mos ngritur as kauza. Kaq vite në humbje. Jo, nuk është çështje, ore, të humbësh është diçka. Të mos përfaqësosh as humbjen me dinjitet është skandaloze. Pra, një kandidat me integritet mund të humbin në çfarëdo lloj zgjedhje ke kandidatin përballë, po pra me integritet më të aftë se ty për të marrë. Këta janë jo vetëm pa integritet, po këta nuk dhe këta humbin me turp. E këta humbjen e bën me turp. Kështu që në këtë kontekst, nuk mendoj nuk mendoj më se PD-ja ka një të ardhme me Albana Vokshin, me Flamur Nokën apo me Sali Berishën. Për sa kohë, unë vazhdoj të mbroj tezën time se ata që janë më të vjedhurit e demokratëve janë vetë demokratët. Dhe nuk vidhen nga Edi Rama, përpos këtyre akuzave se vidhen nga Partia Socialiste, demokratët janë vjedhur, vidhen dhe vazhdojnë të vidhen nga zoti Sali Berisha. Pra, zoti Sali Berisha i vodhi kur shkaktoi 21 janarin, i vodhi kur shkaktoi Gërdecin, firmat piramidale, Grushtetin 98-s. Pra, Berisha, Lazaratin, po ta them, të gjithë ngjarjet, sikurse Rama ka një lloj hemoragjie për shkak të gjërave që ka bërë gabim brenda si drejtuesi i Partisë Socialiste dhe si kryeministri i Shqipërisë. Pra, nëse ka një hemoragji brenda PD-s, shkaktari më i madh i hemorragjisë është zoti Berisha. Bala, dua ta bëjmë më konkrete bisedën. Po e them unë disa emra, me sa kam diskutuar që flitet në korridoret e PD-s, Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, Belin Këlliçi, Andi Mustafaj, Argita Andi Mustafaj që mund ta fusin si figurë dhe Argita Maltezi. Cili nga këta dhe Argita e kemi thënë më përpara ka të bën sens. Po, edhe Xeni s'është pa gjëre. Ta shtojmë? Shtojmë, ta dish të paktën që është mos para mbrapa. Është personazh shumë i rëndësishëm për Partisë Demokratike. Nuk e di pastaj pas kujtave. Kur them para, dali kandidat vet, kandidoi ose ti drejtuesi. Pas kujtave. Unë flas pas kujtave, pra atë në këtë sens e kam. Kështu që pra ti nuk shikon asnjë nga këta emra Bala? Andi Mustafaj kam thënë, nëse do zgjedhin po prap Partia Demokratike, duke qenë se janë këto njerëz pas kujta, që kushdo qofshin nuk ka rëndësi, duan një model si zoti Basha. A kupton, një model Basha bis. Po, kapi një model plastelin, ta formosojnë si duan këta, që nuk thot asgjë, mund ta përdorin si duan, dhe të arrijnë po prap ato qëllimet ose dëshirat që kanë. Pra në këtë sens, pushteti që kanë këta dinastia nuk largohet. Duket sikur është afër me familjen Berisha. Nuk e kanë qasjen te zoti Këlliçi. Duan një plastelin, po them. Nuk e shohin zoti Këlliçi si njerëz që mund ta menaxhosh aq gjatë. E provuan me zotin Basha, dolën huq dhe me zotin Basha atëherë, të paktën kur qasja është se zotin Berisha e largoi Basha nga partia, ose e shpalli non grata nga Partia Demokratike. Kështu që besoj se Andi Mustafaj flitet ose të paktën është folur, se dinamika ndryshojnë për ditë. Ka dhe emra të tjerë, por nuk t'i them dot tani sinqerisht me një të rënd të lapsit, si i thonë, por ka dhe emra të tjerë që flitet, madje edhe këto emrat e tjerë që fliten, për shembull, janë emra me integritet. Cilët janë? I themi Bala, s'ka një sekret. Nuk është problemi se kanë një sekret, jo, problemi është se s'dua të dalë bllaf kot sepse janë emra që përfliten, nuk i kemi zyrtar, as nuk i kam zyrtar. Po përfliten, pra, po kush kanë qenë, me fjalë, kur përfliten, nuk dua të dalë bllaf që të them që ky nuk e kam për turp, se ti përmend ato të tjerë, ti përmend të gjithë. Nga e parë nuk kam frikë të përmend emra. Problemi është se akoma se kam të qartë, sepse përfliten se mund të jenë pjesë integrale e Partisë Demokratike, po janë dinamika ndryshme. Pra është sikur se thotë zoti Meçi, është një grup që po punon brenda PD-s kundër Berishës, e dim shumë mirë kush është. Pra Jorita Tabaku nuk është e Berishës, por e dim shumë mirë.
As Ilir Ali Mehmeti, pavarësisht, ta kupton? 3 doktor ka PD-ja. Noka